Tahir Senonin e kemi prunë diku në fillim të nëntorit. Tahir Senoni ka hi me Rëshdi Kryzijën së bashku. Me pas e kemi kuptu që Rëshdia kishë qëndru në familjen e tij që nga natë e dyta kishin raportet mira me Tahir Senonin. Mirë, po me fillimin më kujtohet shumë rasti i parë kur kam taku Tahir Senonin, e ka pas një thikë dhe tamam u shif këni si ushtaraku që do qëndrimin e ka pas ushtarak kështu dhe ka qenë shumë i rrept. Se dhe më pas gjatë luftës në Kara me u taku me ta, edhe kur është bo komandant, një kohë komandant i zonës, kur është bo qëndrimin nga jasi, ka qenë i përkushtun që mos më nshu pikat. Edhe pse në shumë raste na dihet çfarë arsenali ka pas forcat serbe kundrejt nesh, mirë po çdo herë Tahir Senoni ka qenë kom gull që mos shohin pikat. Nga pjesa Dobërdelanit, ato luftimet që janë bo në Pagarushe për Kleshën atë pjesën, çdo herë ka qenë mbrapa ushtarëve, në luftime me ta, së bashku me ta. Tahir Senoni ka qenë në pjesën ushtarake, në pjesë mbi Pagarushe këto, na kemi operu në pjesë të Lëndovice e Retije në këto. Nuk na ka rrasë shumë me këta, mirë po luftarët e Lëndovicës po, kanë qenë në atë pjesë. Xhavit Elshani, edhe pse ka qenë i plagosur, ka qenë afër tij, Leopardi. E shumë shok tjerë, i tregojnë trimërinë e Tahir Senonit, mirë po edhe na vetë kemi po, ka qenë i pazavendësueshëm gjatë luftimit. Ndihmes shumë e madhe ka qenë pjesëmarrja e luftarëve nga pjesa e Shqipërisë, nga sa ata kishin një uri ushtarake. Jo ushtarake mirë të rregull, ashtu mirë fillt, mirë por kanë pasur një uri të përdorimit të armëve. Ata nuk hezitonin me përdorur armë. Sa herë kemi pyetur, a bën kjo armë, s'bën, ata 1-2 dhe gjujshin, e kanë pas shumë të lira atë pjesën e kontrollimit të armës, si i kanë pas në përdorje. Edhe na kanë ndihmuar edhe ata se nuk kanë hezituar për shembull për çdo rast, ose në forcat serbe ku kanë hyrë kufi. Kemi rast që kanë ardhur në përpritje në Besamën, të partë kanë ndërhyrë çdo herë. Dihet që ata kanë qenë më të shkallët, më thon pak se kemi pas raste që kanë ardhur prej Gërbetit, na i dim rrethonet, vetëm ajo kurreshtja ose vullneti i madh për me hyrë në luftë dhe ka ardhur nga Gërbeti, ka hap armën, e ka blerë një armë dhe u fut në kufi. Ai nuk ka qenë shumë aktiv ose në përdorimin e armës sa ata të Shqipërisë. E sa herë që kanë qenë në Shqipërisë kanë kalu pak, jo pak, po shumë më mirë se ata vetë. Për mendimin tim, lufta nuk ish fituar asnjëherë. Dihet ajo, ndihmesa jona më e madhe ka qenë bombardimet e NATO-s ose aleat që janë bërë ndaj nesh. Mirë po pa Shqipërinë ne nuk e kishim sot këtë ditë. Ne edhe betimin që është bën, se betimin kemi disa edhe kanë bën, i kemi pas ato, ne si njësi e kemi pas ato të betimit, edhe betimi ka qenë bashkimi me Shqipërinë. Mirë po rrethonet e dim që shka ardhur, po betimi i gjithë atyve shokëve tanë që janë dëshmorë, është bo betimin që luftimet nuk do t'i ndërprejmë ose po luftojmë për bashkimin me Shqipërinë. Edhe kjo, pa me dyshje që pa Shqipërinë, edhe gjithë pa marrë parasysh se thot dikush, na janë shitë armë, na janë bo gjona dhe shtu, na kanë bo kështu, po pa Shqipërinë nuk e kishëm na, ose pa ndihmën e ative bashkëftarëve tonë, pa ndihmën e fshatrave të Hasit Shqipërisë, Vranës, Sahanit, ative luftarëve që kanë qenë, mos i përmend tash me emra, kanë ndihmuar shumë luftën. Ose tropoja në atë pjesën ka pjesa e Unikut që kanë depërtuar.